Nis sot viti ri akademik në 4 fakultetet e Universitetit Ismail Qemali Vlorë, në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, Fakultetin e Shëndetit, Fakultetin Ekonomik dhe në Fakultetin e Shkencave Teknike. Mirë se keni ardhur dhe shumë faleminderit që keni zgjedhur të jeni pjesë auditorëve të Fakultetit të Shëndetit. Shumë faleminderit që keni zgjedhur të jeni pjesë dhe të zhvilloni studimet tuaja në fakultetin tonë në departamentin e infermierisë. Sot, si dita e parë e fillimit të vitit të ri akademik, dua të uroj juve, por njëkohësisht edhe gjithë familjet tuaja që ju kanë suportuar dhe që ju kanë mbështetur në këtë rrugtim tuaj derisa keni ardhur sot dhe jeni bërë pjesë e universitetit tonë dhe fakultetit të Shëndetit. 850 student do të ulen për herë të parë në auditorët e Universitetit Ismail Qemali, ndërsa në total numri i studentëve është rreth 4500, 15% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Në këtë vit akademik është hapur për herë të parë programi i ri i studimit Arkitekturë në trashëgiminë kulturore, u kryesojnë të regjistruar student ndërkombëtar. Fakulteti Ekonomik ka shënuar rritje krahasuar me një vit më parë. Preferenciale janë programet që premtojnë punësim të menjëhershëm pas diplomimit. Kjo në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Ka ulje të numrit të studentëve në programet e studimit të inxhinierisë navale, kjo për shkak të mungesës së një kantieri të ndërtimit të anijeve. Duke dëgjuar se Universiteti i Vlorës ka një staf pedagogjik shumë të mirë dhe ofron mundësi arsimimi shumë të mira, unë zgjolla këtë universitet. Këtu kam zgjedhur degën infermerie të përgjithshme, zgjolla këtë degë sepse më pëlqen të jem pranë njerëzimit dhe të jap ndihmë sa më të shpejtë parsore të parë. Studenti i Fakultetit të Shëndetit, të jesh pjesë e infermierisë është një gjë shumë e bukur pasi të shpëtosh jetët e njerëzve dhe të ndjesh dhimbjen e pacientit është një gjë shumë e bukur që ta shërosh të jetën tuar dhe tua dhe të ndjesh dhimbjen e pacientit njëkohësisht. Si vjet fillova vitin e dytë, faktikisht përprisa me padurim dhe shpresoj që të meti sa më mbartë, meti si viti i parë. Mund të kemi pak emocione, si ditë e parë në vitin e dytë për drejtësi. Duhet të kemi lëndë të reja, edhe... Si ishtë numri studentëve tek ju ka? Sot nuk është se kishin ardhur plotësisht veta që frekuentojnë lëndën, por është në ditën e vazhdim të mblidhe. Është rritur interesi studentëve edhe për degët e mësuesisë, siç është matematik fizika, ndërsa edhe pse prej vitesh dega e gjuhës italiane është mbyllur, universiteti do të çel kurse të gjuhës shqip-italisht në interes të programeve të reja ku do të ketë shumë student ndërkombëtar. Këtë të hënë nis viti akademik 2025-2026, ndërsa vijon raundi i dytë i regjistrimeve.